Nuk është odë si të tjerat, nuk është pronë e asnjë familje, është odë e të gjithë fshatarëve dhe vizitorëve që do të shkojnë këtu. Banorët e fshatit Dallashaj me vetë iniciativë kanë vendosur që ta ndërtojnë një odë që shërben të gjithëve. Në një vend ku mund të bëhemi për dertë, për hallet të fshatit, është në shërbim të fshatit, edhe kemi emëruar si Oda e fshatit Dallashaj. Shpresoj që do të jetë në interes të fshatit, edhe egzofshin gjeneratët e reja. Mjetet për ndërtimin e odës së Dallashajve janë mbledhur nga banorët e fshatit. Punën e kena bë na, fshati vullnetarisht, do me thonë jena shumë të lumtur që ja kena arrit me bë këtë odë, kaq të mirë, kaq të madhe për krejt fshatin tonë. Faleminderit edhe një herë grupeqarëve që na kanë mundësu, na i kanë qut hollat, edhe natyrisht falenderoj gjithë bashkë pjesëmarrësit që ishin edhe do të fshatra të tjerë që na kanë ndihmu. Vizitorët që vinin ta vizitonin odën uronin banorët për këtë iniciativë dhe me këtë rast ushtrua edhe iftar. Oda për ne çdo herë ka qenë vend edhe ku janë mbajtur edhe ku vendet e mëdha edhe të popullit tonë. Unë uroj nga zemra që kjo odë, ky vend të lunë atë rol, tjetë vend ku bashkohen zemrat, tjetë vend ku bashkohen mendjet, tjetë vend ku përqohen mesazhi i paqes, mesazhi i dashurisë. Fshati Dallashaj ndodhet në komunën e Gjakovës në rajonin e Lugut të Caragojës, ka më shumë se 100 banor. Ata thonë se oda do t'ju shërbej për mbledhi dhe ngjarje të ndryshme që do të organizohen në këtë fshat.